Moderatorja Eva Murati duket se është në një periudhë të lumtur në jetën e saj private. Ajo është në një lidhje me biznesmen italian Adriano Beau, i cili prej disa kohësh është parë shpesh pranë saj në shoqëri të ngushtë. Fotot tregojnë qiftin duke kaluar kohë së bashku në Tiranë dhe jashtë saj, ndërsa buzëqeshje dhe komunikimi i afërt mes tyre konfirmojnë romancën. Kjo romancë vjen në mes të lajmeve roz pas komentit të Evës për dasmën e ish partnerit të saj, Gennaro Topalli. Disa ndjekës aluduan se Murati mund të ishte xheloze, ndërsa njëri prej komenteve i shkruar në anglisht sugjeronte se edhe vetë moderatorja do të kishte dashur një dasmë të tillë për allore. Eva nuk e la pa përgjigje këtë koment, duke reaguar ashpër. Nuk dua që miliona shqiptar të më dëshirojnë vdekjen, sepse po mburrem me para që mund të jenë të vjedhura nga fondet publike. E di që më ndjek çdo ditë, por ta bësh këtë një ditë pas dasmës tënde është më shumë se patetike. Por nuk kaloi shumë kohë dhe Eva sqaroi deklaratën e bërë. Besoj se shumë njerëzve u ka ardhur si bombë, pasi nuk është në natyrën time të shkruaj kështu apo të merrem me deklarata të tilla. Më vjen keq për gjithë këtë sepse rash totalisht në kurth. Ishte një përgjigje e kthyer pas provokimeve të një pasnjëshme në anglisht nga e njëjta adresë. Dhe për t'ia mbyllur gojën u krijua kjo situatë e pakëndshme. Fatkeqësisht dhe pa dashje u bëra pjesë e një telenovele, që realisht nuk dua të jem pjesë. Jetë të lumtur për të gjithë, tha ajo. Dasma e çiftit Gennaro dhe Cindy e zhvilluar në Rom ka qenë ndër më të komentuarat e ditëve të fundit, për atmosferën përallore dhe luksin e ceremonisë. Pamjet e festës u shpërndan gjerësisht në rrjetet sociale, duke nxitur debate të shumta. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.